Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ju tregoj një recetë që do ju marr vetëm 5 minuta kohë për ta përgatitur dhe është mjaft e shijshme. Jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj dhe në familje askush nuk do t'i bëj naze. Do ju duhet vetëm bukë të thekur pranë vetes për ta shijuar. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tigan do të shtojmë 2 lugë vaj ulliri dhe 200 gram pazi. Nëse ju mungon, mund të zëvendësoni me spinaq. Do ta skuqim pak derisa të bjerë volumi. Nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Pasi ka rënë volumi, do të shtojmë 10 gram gjalp dhe 1 lugë miell gruri. Do vazhdojmë skuqjen edhe për pak sa mielli të skuqet dhe të lëshoj atë aromën e mirë pas skuqjes. Dhe pasi janë gati, do të shtojmë 300 ml qumësht, pak krip, një majluge me spec të kuq të ëmbël, nëse preferoni pikant mund ta shtoni pikant, dhe djathrat, unë kam zgjedhur djathë të shkrirë dhe mozzarella, por mund të shtoni çfarëdo lloj djathi që ju preferoni. Dhe për pak sekonda do ta përziejmë në zjarr shumë të ngadaltë sa të trashet masa. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të më shkruani në koment. Siç e shihni është gati, recetë më të shpejtë nuk ka, por edhe mjaft e shijshme. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për të gjithë vëmendjen tuaj dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Faleminderit.